krijuam në një teren më armiqësorin që mund t'ishte. Në një teren që opozita ishte një mallkim. Por ne ja dolem. Ja dolem jashtë çdo parashikimi që në atë teren, në vendin e diktaturës më ekstreme, hiperkolektivizmit më ekstrem, të ndërtojmë rendin demokratik, institucionet e shtetit demokratik, ekonominë e tregut. Dhe ajo që është shumë e veçantë në këtë arritje tonë, ne ja dolem në një kohë kur në agun e këtyre ndryshimeve ne pothuaj nuk dinim asgjë për to, por ne mësuam, ne të vendosur, të kthejmë në jetë idealet tona, ne arritëm në 4 vite një transformim epokal të Shqipërisë. Me idealet tona, ne ndam epoka, përmbysëm epoka, sisteme, dhe mbi të gjitha, ne çështjen kombëtare shqiptare, një çështje e tradhtur në mënyrë më antishqiptare, një çështje që përbënte një nga padrejtësitë më të mëdha historike të Europës. Ne guxuam. Javën e parë, ne u thamë shqiptarëve dhe botës se për ne çështja kombëtare do të jetë ylli ynë polar. Në rast se ne nuk do shpallnim këtë, ne nuk duhet të ekzistonim, nuk meritonim të ekzistonim. Pra, që në themelim, ne morëm përsipër misione të mëdha. Dhe vërteta është që ka qenë misioni ynë, ka qenë misioni ynë për Shqipërinë, ka qenë misioni ynë për lirinë, ato që bën, që ne të realizojmë, ato që bën, që sa herë menduan që ne u zhdukëm, të ngrihemi si Feniksin nga hiri, ato që bën, që ne të transformojmë në mënyrë epokale Shqipërinë. Miq, ne u përmbajtëm këtyre të vërtetave, nuk i lëshuam ato. Të shpallje ti në vitet 90 se çështja kombëtare është ylli ynë polar, në një kohë kur fqijt tani kishin kthetra të gjithë në çështjen shqiptare, automatikisht shpallje një armiqësi me të gjithë ata që i kishin kthetra në këtë çështje. Por ne do ta bënim atë. Sepse nëse thash edhe një herë, ne do përfaqësonim interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Pra, këto të vërteta që mbrojtën, ky mision u shtrua dhe në forcën jetike të Partisë Demokratike. Përsëri, ne ram në 97-ën, sepse bëm gabimet tona, pa diskutim. Bëm gabime, por nuk i kishim, nuk i njihnim. Edhe kjo është provuar. Ne s'njihnim skemat piramidale. E vërteta. Megjithatë, në atë situatë, prap, ne mbajtëm të vërtetat. Cilat? Së pari, qeveria nuk i kishte ndërtuar ato. Së dyti, me qenë se qytetarët, propaganda i bindi se qeveria i ka marrë paratë e tyre. Vendimi ynë ishte shumë i drejtë. Të dalim nga pushteti, të lëshojmë pushtetin, të dalim në opozitë. Shqiptarët ta kuptojnë, ta marrin vesh se nuk është prek 100 darkë e tyre nga qeveria. E dhimbshme kjo. Vendimi dhimbshëm. Por prap duhej. Ne nuk mund të qeverisnim njerëz që besonin se u kishim futur duart në xhepat e tyre. Çfarë ndodhi? 4 vite. 4 vite përpjekje të jashtëzakonshme, primitive, të
partisë krimit për ta zhdukur ne. Qindra akuza, krime kundër njerëzimit, çfarë nuk bën? Kurse ne u bëm çdo ditë më të fuqishëm. Dhe në vitin 2001 ne fituam zgjedhjet, ata na i morën, por ne bëm avokatinë e votës.